Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve orës 19:30. Do ju njohim fillimisht me disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Ish presidenti Hashim Thaçi qëndron për rreth 3 orë në Kosovë, viziton babain në Sëmur, i cili po trajtohet në QKUK, kjo me leje të përkohshme nga specialja, të cilët thanë se morën vendimin për arsye humanitare. Paraprakisht ju kishte refuzuar kërkesa për ardhje 3 herë. Ardhja ish presidentit Thaçi në Kosovë u mirëpritën nga qytetarët. Këta u mbushën hapësirat e QKUK-s për ta parë nga larg. Brohoritjet shoqëruan hyrje daljen e ish drejtuesit politik të UÇK-s në vendlinjen e Thaçit, kërkuan drejtësi për të. Aksident i rënd në Galis të Vushtrisë, vdes shoferi i minibusit dhe gjersa 7 nxënës, të cilët po transportoheshin për shkollë, kanë marrë lëndime. Këta u trajtuan në emergjencë. Policia thotë se aksidenti ndodhi nga mos përshtatja e shpejtësisë, reagon kryetari i komunës. Erëra të forta në Prishtinë, sot u bë thirrje për kujdes të shtuar, e dje në lagjën Dardania u rrëzua një lis. Si pasojë e këtij incidenti u dëmtuan 5 vetura, nga komuna paralajmërojnë se personat e dëmtuar do të kompenzohen. Gjykata Supreme ka marrë vendim për ankesën e fundit rreth zgjedhjeve të 9 shkurtit, refuzon si të pathemelt ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalinjve, kësaj u hapet rruga Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i shpallë rezultatet. Pas 3 refuzimesh nga specialja, më në fund mori rrugë në Kosovë për ta vizituar baban e tij që po trajtohet prej kohësh në spital. Ish presidenti Hashim Thaçi në masa të rrepta sigurie është përcjell për në klinikën e kardiologjisë. Aty nuk munguan brohoritjet e qytetarëve që veç u shtuan me kalimin e orëve. Urdhër kishin të siguronin çdo cep. Tajnta në mëngjes obori pranë klinikës interne u mbush fillimisht me zyrtar të njësisë së reagimit të shpejtë. Ky është sinjal që vizita që ishte planifikuar s'është e zakonshme. S'kaloi shumë si asnjëherë më parë obori u mbush me vetura të misionit EULEX. Brenda njerëz prej 9 sa ishin, ishte ish presidenti Hashim Thaçi, i cili u soll nga Haga për vizitë tek Jati që është në gjendje të rëndë shëndetësore. Kur gjithçka ishte gati në përcjellje tash, për Thaçi u shoqërua brenda te klinika e kardiologjisë. Teksa hynte u prit me brohoritje nga qytetarët që ishin përreth. Sipas kërkesës së ZPS-s që këtë herë u miratua, Thaçi qëndroi 3 orë pranë babait. E jashtë hyrje daljet e përcjellësve po shtoheshin. Në dieni për këtë vizitë s'ishin as familjarët. Jo, tash e kemi marrë vesh. Ai tregoi se gjendja shëndetësore e gjyshit është e rëndë. Ka orë të gjyshi, të baba i vet, është në gjendje të smut, është shumë keq dhe nuk ka bë qefi që ka orë. Kur ora shënoi 14:30, Thaçi u nis drejt veturave që për 3 orë e pritë ndezur. Momentin e daljes po kujdeseshin ta memorizonin edhe familjarët. Brohoritjet nisën edhe më fuqishëm se sa kur hyri. I buzëqeshur Hashim Thaçi përshëndeti qytetarët që u mblodhen. Ai përshëndeti edhe mjekun që po kujdeset për Haxhi Thaçin, gjë që siç duket e pengoi zyrtarin e ZPS-s. Nga këtu ai u dërgua në Selin e EULEX që më pas të marrë rrugë drejt Hagës. Me të kuptuar lajmin për ardhjen e ish presidentit Hashim Thaçi, hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës u shndruan në vendin ku shumë qytetarë prisnin për ta parë të paktën nga larg. Këta duke u shprehur të lumtur për vizitën e tij, uruan që ish krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend. Asnjë orë nuk kaloi prej kur brenda QKUK-s hyri ish presidenti Hashim Thaçi. Por kaq mjaftoi që qytetarë të shumë të mblidheshin në oborin e klinikës. Me entuziazëm po shikonin derën prej nga pritej të dilte udhëheci luftës së UÇK-s. Interes për ta parë ngjarjen kishin edhe personeli shëndetësor i klinikës, të njëjtit për 3 orë qëndruan në dritare. Edhe Mushlaci erdhi nga Drenoci i Malishevës që ta shoh ish presidentin. Ku marrë me pa Hashim Thaçin për zgjalli mas 5 vjete, i cili po mahet pa drejtësisht. E ky qytetar ka edhe një shpresë. Edhe shi dilli që është po rrezen, o gëzu Kosova,
ajri, që çfarë ajri, është sot në Prishtinë. Apo stafat për Thaqin në QKK erdhi edhe një tjetër qytetar. Veç për ta, ati shpi, pitë baneza. E pse? Po pse e du? E fjalët më të mira për të i kishte dikush tjetër. Nuk janë ma njëri ma për këta dredhe, ishë kryeministër president për 10 qytetarët e Republikë Kosovës që jetojnë një bahatat për 10 qytetarë. Kjo është vizita e tretë e ish-presidentit Hashim Thaçi nga nëntori 2020-s kur u shoqërua në Hag. Lajmin për ardhjen e ish-presidentit Hashim Thaçi e morën me vonesë në vendlinjën e tij, kjo për shkak se në buroj nuk pati energji elektrike. Sidoqoftë me të kuptuar këtë zhvillim, emocionet nuk munguan mes tyre, të cilët uruan për kthim sa më të shpejtë të ish-krerëve të UÇK-s. Përveç bashkëfshatarëve të tij, krejt Kosova vetë se i kishin parë disa herë këto pamje. Për shkak të mungesës së rrymës nga erërat e forta në buroj nuk e dinin që 65 kilometra larg tyre ndodhej ish-presidenti Hashim Thaçi. Por me të marrë vesh për ardhjen e tij këtë enjte, emocionet kapluan fëqinjen e tij Refkiun. Na ka marrë molli shumë me po me gjithë se nuk jem rrymë. Ju që janë në tregu, familja Hashim Thaçi është një familje shenjtë. Edhe 150 vjetë zote nuk ka me falë Kosovës si Hashim Thaçi. Njeri patriot, njeri zgjot, njeri tana që i ka punu me Shtetet e Bashkuara me gjitha. Ky është optimist për rikthimin përfundimtar të tij në vendlindje dhe kyçje të sërishme në jetën politike të vendit. Thaçin kam qenë me po gjithë këtu. Edhe Thaçi me emër të Zotit do të shohet ka prilli, fundi prillit deri në prill, dhe prapë do të bashkangjitet më mendja politike se të qetë binore aty ku e kalon. Në të njëjtën mënyrë pranoi informacionin për ardhjen e kushëririt të tij edhe i mbijetuari i masakrës së Izbicës, Milazim Thaçi. Me lot në sy kujtoi vizitën e fundit para 3 ditëve tek babai i ish-presidentit në QKK. Mos të kohër se ai smut fort se im kohë dhe vetë kum po. Qysh është ai? Lekshte, shumë lekshte. Shumë lekshte. Vallai, jera mërzit. A mërzit që për djalin vetë ai për Thaçi. Zdike hiç. Zdike, a? Valla thuja, ja. E veta thasha ka thull Hashimi, tha, po ka thull. Ky shpresonte se do ta ketë fatin që ta shoh Thaçin, pasi që nëna e tij, po ashtu në gjendje jo të mirë shëndetësore, ishte në shtëpi në fshat. Rat, ajo më thull për dinë, kështu për dinë. Rat, aja. Edhe aja rat, qoftë. Apo vesin për Thaçin për djalin? Theke, Hashimi, thash, ka marrë sa ma shpejt, bre, ka marrë. Tërë me ditë që vjen, unë e dalë që të dyrë të presë. A dy vish mi posë, jo, vish mi posë. Po jëti. Mirë po Hashim Thaçi nuk u dërgua në fshatin e tij të lindjes pas përfundimit të vizitës tek babai i tij në spital. Rritjet me cilat u prit Hashim Thaçi në hapësirat e QKK-s janë shpërndarë edhe nga djali i tij Endriti, por ky nuk ishte reagimi i vetëm. Edhe Vlora Qtaku nga Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar në lidhje me vizitën e ish-presidentit Hashim Thaçi në Kosovë për shkak të gjendjes shëndetësore të babait të tij. Qtaku reagimin e saj e ka bërë në profilin në Facebook ku ka shkruar se dielli do të lindë përsëri. Dielli do të lindë përsëri, president, ka shkruar ajo. Ndërkohë një reagim ka pasur edhe ish-këshilltari politik Adil Behramaj. Gjykata speciale është politike, refuzimi i kërkesave të mëhershme para zgjedhjeve dhe lejimi i vizitës së sotme pas zgjedhjeve është dëshmi shtesë që ajo gjykon kalkulon vetëm politikisht, ka shkruar. Reagime ka pasur edhe nga mijëra qytetar në gjitha rrjetet sociale. Gjykata Supreme të njëjtën ka marrë vendime edhe për ankesën e fundit për zgjedhjet e 9 shkurtit dhe KSI është hapur rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Supremja ka vendosur ta refuzojë si të pathemelt ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalimve LPB, të cilët e kishin kontestuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtreza PZAP-ja e kishte hedhur poshtë si të pasafatshme ankesën e kësaj partie lidhur me manipulimet për votat me post. Me që nuk ka më ankesa, tani është në dorën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë rezultatet përfundimtare. Sipas këtyre, lëvizjave të vendosje do t'i ketë 48 deputet, Partia Demokratike 24,
Lidhja Demokratike 20 dhe koalicioni AK Nisma 8. Do flasim tani për një ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur sot në fshatin Galicë të Vushtrisë. Atje një minibus që po transportonte nxënës është aksidentuar. Me këtë rast ka vdekur shoferin, ndërsa 7 të mitur u lënduan për çka u trajtuan në emergjencë. U nisëm për në shkollë. E rrugës me minibus, 7 nxënës nga fshati Galicë e Vushtrisë u bën pjesë e një aksidenti që ndodhi atje. Nga ky e pësoi më së keqi shoferi 59 vjeçar që po e drejtonte automjetin. Ky pas disa orësh trajtim vdiq këtë të enjte. Gjersa të miturit e lënduar u trajtuan në emergjencë e u liruan pas ditën e së enjtës. Fëmijët e kanë marrë tretmanin mjekësor të na, edhe prej këto kanë kalu me njëherë, kanë shku në shtëpi. Kanë qenë mesatarisht gjendje lehtë, me lëndime durve, kanëve, kokë, qafë, po do më thënë kanë shku në shtëpi, kemi liru mas tretmanis mjekësor. E policia e Kosovës, e cila ka dalë në vendngjarje, njoftoi se shkaktari i aksidentit ishte mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës. Nga hetimet e para të zhvilluara në vendngjarje bëhet e ditur se si shkaktari i aksidentit dyshohet të ketë qenë pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, ku për pasojë vetura përfundon jashtë rruge. Për këtë rast tragjik ka njoftuar edhe kryetari i Vushtrisë Ferit Idrizi, i cili shprehu ngushëllime për familjarët e të ndjerit. Ngushëllime për vdekjen e 59 vjeçarit ka shprehur edhe ministri i Arsimit, Arbrije Nagafci, e cila u ka uruar shërim të shpejtë nxënësve të lënduar. 3 persona janë arrestuar në Prizren pasi që dyshohet se kishin marrë me forcë viktimën mashkull kosovar dhe e kishin dërguar në pyll. Policia ka njoftuar se viktima është dërguar për tretman mjekësor. Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar është gjetur dhe sekuestruar një armë pistolet. Me vendim të prokurorit të shtetit, 3 të dyshuarit janë ndaluar në mbajtje për 48 orë. Janë arrestuar 3 të dyshuar me shkuj kosovar, pasi që të njëjtit me forcë kanë marrë viktimën mashkull kosovar dhe e kanë dërguar në pyll. Viktima është dërguar për tretman mjekësor. Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar, është gjetur dhe sekuestruar një pistolet me një karikator. Me vendim të prokurorit, 3 të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Ndërkaq, në vitin 2021, organet e rendit kanë kapur të dyshuarin për mbajtjen e 400 kg kokain të ardhur nga Brazili. Për këtë rast ka dëshmuar gruaja e një prej të akuzuarve, Izet Sheqirit, e cila veç të tjera është deklaroi se ishte kërcënuar prej prokurorit. Në rastin e njohur si 400 kg kokain, të akuzuarit u sollën me pranga për të mbajtur shqyrtimin gjyqësor. Në seancën e së enjtës para trupit gjykues, u dëgjua gruaja e njërit prej tyre, Izet Sheqirit. Pyetjen ndaj saj fillimisht i parashtroi prokurori i rastit Valdet Gashi. Dëshmitare, e kujtuar, a keni diskutuar me kadriun për rastin për cilin ishte arrestuar kadriu? Kemi diskutuar, po nuk është diçka që ma ka thonë asnjëherë në vërtetën. Prokurori Gashi përmendi edhe një shpërblim që ishte premtuar në rast ndihme. A ju kujtohet që ke treguar kadriu se ka kërkuar shpërblim nga Izet Sheqiri për t'i ndihmuar në këtë rast? Jo. Jo, nuk po kujtohet. Këtu prokurori i rastit e ballafaqon dëshmitare me disa deklarata. Izeti ka thënë çka dush ti. Për pare mos tani, një mëmë tani. Testualisht, kështu është. E ka thonë po asnjëherë njëjtë jo. Asnjëherë njëjtë jo. Së shpisu, po si ka thonë asnjëherë njëjtë. Pasi përfundoi me pyetjet prokurori, radha ishte për mbrojtjen. Prokurori tash e disa herë, duke cituar nga transkripti, jep edhe naracion, edhe vlerësime se për çka po bëhet fjalë. E kërkoj nga gjykata që këtë janë ndërpresi praktik. Avokati Latifa ju interesua dhe rreth intervestimit të dëshmitares në prokurori, ku tha se ka pasur kërcënime nga prokurori. Kam pas pyetje prej prokurorit, deri nashta edhe shumë kërcënime prej prokurorit. Unë kam pasur pyetje prej prokurorit. Me pranu për hyjzrien, me pranu
Në këtë rast janë konfiskuar 17 pako të mëdha, në të cilat kanë qenë 400 paketime me substanca narkotike të llojit kokainë në peshë prej 400 kg. Një incident ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Prishtinë. Lagja Dardania është rrëzuar një listë që ka dëmtuar 5 vetura. Në vendngjarje dolën zjarfikësit edhe zyrtarët nga komuna. Këta të fundit paralajmëruan se të dëmtuarit nga ky incident do të kompenzohen. Degët e mbetura po i largojnë. Këta punëtor po kujdesen që trotuaret në rrugën Ilas Kodra në lagjen Dardania në Prishtinë të jenë të pastruara pas rënjes së lisit mbrëmjen e së mërkurës nga erërat e forta. Si pasojë, xhami kësaj veture, e cila vazhdon të qëndrojë në parkingun e njëjtë, edhe të njëjtën udhëhyje e ju shkaktuan edhe disa dëme të tjera. Mirë, po ky nuk ishte i vetmi automjet që u dëmtua mbrëmjen e së mërkurës, pasi që edhe 4 të tjerë pësuan. Po do të mbram rreth orës 23:05 minuta, zjarfikësit ju lajmëru se një pemë është qahë dhe ka rënë mbi disa automjete. Zjarfikësit më njerë ju kam përgjigj do të thotë kësaj thirrje, ndonë vend në ngjarjes, kam bërë largimin e mbetjeve të pemës dikun deri në ora 01:25 minuta, do të kam bërë largimin e gjitha aty në objekte që kanë qenë aty dhe ju më kthy në pas. Me një herë me të pranuar informatën, në ndihmë erdhën zjarfikësit. Për të parë me afër situatën, e terren doli edhe drejtori i sigurisë dhe emergjencave në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica. Një lisë është rrëzu në lagjen Dardania dhe si pasojë ka dëmtuar disa automjete, 4 automjete, të cilat janë dëmtuar, disa janë dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Ne gjithë ekipet kujdestare të kryeqytetit janë dalë në vendet e ngjarjes, zjarfikës, policia, drejtoria e emergjenca dhe sigurisë dhe emergjenca, unë isha prezent deri mbas orës 1 mbas natës. Ai bëri të ditur se personat e dëmtuar do të kompensohen nga komuna. Po ashtu, ne mbrëm qytetarëve kemi tregu procedurat se si janë procedurat e më të thjeshta, se si duhet të paraqiten në zyret e kryeqytetit për detyrim për siguri dhe emergjenca që të bëjnë kërkesën për kompenzim të dëmeve në kuadër të komisionit për vlerësimin dhe kompenzimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Po ashtu, gjatë ditës, komuna Prishtinës ka kërkuar nga qytetarët që të kenë kujdes, pasi parashikohet të ketë erërat e forta. Për komunën e Prishtinës kanë disa kërkesa transportuesit të llapjan, të cilët po vazhdojnë grevën duke parkuar autobusët para këtij institucioni. Mirë, po ky veprim ju kushtoi pasi që u gjobitën nga policia. Krahas kësaj, transportuesit thanë se nuk zmbrapsën pa ju mundësuar hyrja në Prishtinë. Asnjë udhëtar nuk e morën me vete. Kështu transportuesit nga Podujeva i sollën autobuset e tyre i parkuan para objektit të komunës së Prishtinës. Në këtë formë që nga mezita e së mërkurës, këta pronarë të këtyre mjeteve të transportit jo vetëm që po protestojnë, mirë po e kanë filluar edhe grevën. Që nga kjo e ata nuk do të ofrojnë shërbime për asnjë qytetar për disa arsye. Kjo kundërshtim me ligjin që ka bërë komuna e Prishtinës nuk pajton me ta. Këta nuk kanë kur çfarë vullneti mo taku me neve, pse arsyeja kanë shti bryllat edhe kanë interesa personalin, linjat e reja që kanë shu të Nëshdëll, Kozaric edhe Sharban. E me që automjetet nuk i larguan pasi i parkuan në vend që nuk lejohet, se cilin nga ta është gjobitur nga policia Kosovës. Mirë, po kjo nuk do t'i zbraps ata nga ky vendim. Po shkak që na ka ndalu e drejta më hin qytet. Pe për nicës e knena nuk jem drejt më hin aish, as xhamin e llapit, mos ku stacion. S'na interesan po të shkojnë sa do në gjupa në nuk nalëm. E se ky vendim nuk ka për qëllim që t'i dëmtoj këto biznese, e tha zëdhënësi i komunës e Prishtinës, Donat Lushaku. Duhet ta theksojmë fillimisht se nuk kemi për tendencë me këtë vendimarrje asnjë lloj dëmtimi të asnjë shoqate të asnjë biznesi. Ndërsa arsyetimin se pse ky vendim nuk do të ndryshohet, e tha Luftar Braha, këshilltari i kryetarit të Prishtinës. Vendimi i tillë është marrë për me liru trafikun në qytet, për me liru rrugët e mbi ngarkuar në qytet, sidomos rrugën Ilir Konshevci, rrugën UÇK, janë rrugë që janë fytet ngushta, është infrastrukturë e cila është kaq sa është e pamjaftueshme dhe është shumë e vështirë. Dinamika e zhvillimit të qytetit të Prishtinës, kryeqytetit, është jashtëzakonisht
është shumë e madhe, shumë e shpejt. Përfaqësuesit e kompanive të linjës së autobuseve nga Podujeva kanë bërë të ditur se nuk do ta ndërpresin këtë grevë nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Shujtat po bën të papërballueshme për qytetarët për shkak të çmimit të lartë të produkteve. E për këtë arsye, me 15 mars po planifikohet që të bojkotohen të gjitha supermarketet. Qëllimi i kësaj nisme është ndërgjegjësimi për fuqinë e konsumatorit dhe adresimin e shqetësimeve. Çmimet e larta të produkteve mobilizuan një grup të qytetarëve. Të njëjtën, iniciativa qytetare Kosova bojkoton rikujtoi se data 15 mars është dita kur kosovarët duhet të bojkotojnë të gjitha supermarketet. E këtë e bën duke shpalosur datën përmes një qarqafi të madh afër ndërtesës së qeverisë dhe asaj të kuvendit. Qëllimi i kësaj nisme është ndërgjegjësimi për fuqinë e konsumatorit dhe adresimin e shqetësimeve. Kemi marrë si nismë punën e rritjes çmimeve edhe një lloj proteste përmes bojkotit që jemi të e organizuar. Thira për qytetarët është me u bashku me neve edhe zbashku me ngrit zonin edhe përmes një bojkoti me tregu fuqinë tonë vlerëse për shkak që kur krejt bashkohemi në bojkot na çojmë një mesazh te marketet, te qeveria që jemi shumë të kënaqur edhe po ashtu e bëjmë një lloj presioni shoqëror për me pas një reagim. Kastrati thot se prania e qytetarëve është e domosdoshme. Pas përkraje shumë enorme në rrjetet tona sociale, mirë po nuk e kemi të dhëna të sakta sa ka pas përkraje në terren, po shpresojmë që tash kemi marrë edhe më shumë dukshmëri si lëvizje dhe kemi pas edhe më shumë përkraje. Kjo është për të mirën e përbashkët. Kjo nismë është pjesë e një bojkoti rajonal i organizuar në bashkëpunim me grupe nga vende të tjera të Ballkanit. Pavarësisht këtij bojkoti, në një treg gjithnjë në zhvillim, Viva Fresh Store vazhdon të konfirmojë pozitën e saj si një nga kompanitë më të mëdha në Kosovë. Me një rritje të qëndrueshme dhe një rrjet të gjerë dyqanësh në gjithë vendin, Viva Fresh ka kapur vendin e parë në listën e Data Forex për 10 kompanitë më të mëdha në Kosovë për vitin 2024. Si pjesë e sektorëve më të fuqishëm në vend, kompania vazhdon të ndihmojë në krijimin e vendeve të punës dhe rritjes së ekonomisë. Viva Fresh Store nuk është vetëm një destinacion për blerje, por një faktor kyç në formsimin e ekonomisë dhe stilit të jetës në vend. Para 2 ditësh ishte në Kosovë, sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po qëndron në SBA. Për më shumë detaje, lidhemi me gazetaren e Zërit të Amerikës Menada Zaimi. Përshëndetje Menada, cila është rëndësia vizitës së Ruttes në shtëpinë e bardhë? Rëndësia e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s qëndron tek një diskutim mjaft i rëndësishëm siç është lufta në Ukrainë dhe ky ishte në qendër të takimit ndërsa Shtëpia e Bardhë Donjeta po bën përpjekje për paqe. Presidenti Donald Trump komentoi qëndrimin më të fundit të Kremlinit në raport me një propozim amerikan për armëpushim 30 ditor, për cilin Kievi ka rënë dakord tashmë. Ai tha se sinjalet që vijnë nga Moska janë të mira lidhur me propozimin, por ofroi një optimizëm të kujdesshëm në lidhje me deklaratën e presidentit rus Vladimir Putin se ai pajtohet në parim me marrëveshjen, pra me propozimin amerikan, por do duhet të bëhen ndryshime sipas tij. Ai tha se mbetet të shohim, pra presidenti Trump, nëse Rusia do të shkojë atje, pra drejt armëpushimit, dhe nëse nuk është gati, tha zoti Trump, do të jetë një moment shumë zhgënjyes për mbar botën. Duke folur me gazetarët gjatë takimit në zyrën ovale me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte, presidenti Trump përsëriti se ai ishte i gatshëm të bisedonte me udhëheqësin rus Vladimir Putin dhe nënvizoi se ishte koha për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Donjeta, takimi i së njëjtës në Shtëpinë e Bardhë vjen ndërsa presidenti Donald Trump ka ripërsëritur thirrjet që vendet e aleancës të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre dhe më shumë presidenti nënkupton 5% të prodhimit të brendshëm bruto, gjë që e përsëriti edhe në javët përpara inaugurimit të tij, më 20 janar, që do të shënonte një rritje të konsiderueshme nga objektivi aktual që ka NATO prej 2%. Nga 32 vende anëtare të NATO-s, 23 përmbushin objektivin prej 2% si shpenzime për mbrojtjen, nga vetëm 6 që ishin në vitin 2021. Sot, sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli gjithashtu mbi nevojën që vendet e aleancës të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre, por ai theksoi se paralelisht duhet rritur edhe ritmi i prodhimit në industrinë e mbrojtjes, pasi vendet e NATO-s, si shtai,
janë pas në këtë aspekt me Rusin apo qoftë edhe me Kinën. Edhe një takim i rëndësishëm në Shtëpinë e Bardhë për të negociuar atës që po quhet si paqja mes Ukrainës dhe Rusisë. Faleminderit Menada për këto deklarata dhe këto lajme në fakt sa i përket zhvillimeve politike. Faleminderit juve. Me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të enjte. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq në 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.